Pas thirrjeve të bëra në rrjetet sociale, një grup I vogël qytetarësh dhe përfaqësues të shoqërisë civile u mblodhën këtë të premte në sheshin para shtëpisë së Kongresit në Lushje për të protestuar. Pavarësisht njoftimeve për protestë, pjesëmarrja ishte e ulët, ndërsa shumica e qytetarëve vijonin të qëndronin në lokalet përreth, duke ndjekur aktivitetin e tyre të përditshëm. Protestuesit mbanin pankarta me thirrje kundër qeverisë dhe kërkesa për largimin e kryeministrit. Në protestë morën pjesë edhe 2 fëmijë, të veshur me flamurin kombëtar shqiptar dhe me simbolin e shqiponjës në duar. Protesta është në fillim, ne po mundohemi të ndërgjegjësojmë qytetin, që qyteti ka shumë probleme, edhe vetëm duke bashkëpunuar të gjithë bashkë ne mund të zgjidhim këto problemet, edhe të vëmë bashkinë në udhën e dorë, sepse bashkia nuk po I shërben qytetit në asnjë lloj forme. Edhe jemi gjithmonë bashkë me vëllezërit tanë në çdo qytet të Shqipërisë, edhe në qendër në Tiranë. Thirrja është një dhe është e vetme. Ju lutem, dilni protestoni për të ardhmen e fëmijëve tuaj, nipërve tuaj, mbesave tuaj, sepse përndryshe këtu ata nuk do kenë asnjë lloj mundësi ekzistence, se këta po na shesin të gjithë atë dhënatën, edhe ne do jemi pa shtëpi dhe pa dhë. Më pas për mediat u prononcuar përfaqësuesi I shoqërisë civile Sevin Serjani, I cili foli dhe për ditën e dytë të protestës së zhvilluar në qytetin e Lushnjës. Sërish sot në qytetin e Lushnjës, siç e shikoni, qytetarë të cilët janë thirrur nga rrjetet sociale, janë bashkangjitur, shumë kanë lëvizur, normalisht që Lushnja nuk është mësuar me një protestë qytetare, të cilat vijnë jo nga partitë politike, por buron nga ata që e duan Lushnjën. Unë kam marrë me një parrull shumë të thjeshtë sot, unë e dua Lushnjën, po pa korrupsion.